kuptim mënyra se si janë duke reaguar qindra policë ndaj kanë shoqëruar madje edhe një person. Është shoqëruar një tjetër person. Është shoqëruar një tjetër person, ndërkohë të tjerë persona janë duke qëndruar në rrugë. Atëherë është hedhur edhe ujë. Është hedhur dhe ujë në drejtim të protestuesve. Pra ka ndërhyrë edhe me ujë në drejtim të protestuesve, të cilët janë duke qëndruar. Pra është kjo ajo se çfarë po ndodh aktualisht. Janë dhe protestues të cilët në një anë gjenden në tokë, teksa ka tashmë përplasje mes protestuesve dhe policisë. Është hedhur Sprite, është hedhur ujë. Tashmë edhe protestuesit janë duke hedhur sende në drejtim të policisë së shtetit. Dy zonja të rrëzuara për tokë, po shikoj. Po kanë qenë zonjat apo kanë qenë të rrëzuara ulura. për tokë, mbi ta kanë qenë punonësit e policisë. Ndërkohë që po vijojnë tashmë të hedhin spray lotësielës dhe gjithashtu makina ujëhedhëse është duke hedhur ujë në drejtim protestuesve. E këta të fundit gjithashtu janë drejtuar duke hedhur sende në drejtim të policisë së shtetit. Pse u ndërhy në këtë moment? Pra, policia kërkon të lirohet hyrja e parlamentit. Një pjesë e mirë e deputetëve kanë dalë në krahun tjetër. Pra e kanë lënë godinën. Shumica e deputetëve po kanë dalë, por janë duke, pra punonësit e policisë shtyn protestuesit të cilët ishin duke qëndruar në bllokimin e kuvendit, në rrugën përpara kuvendit. Policia ndërhyri e përpasoi, pra ndërhyri me spray lotësielës, jo vetëm aq, por edhe me makinën ujëhedhëse e cila tashmë është duke hedhur ujë në drejtim të protestuesve. Po hedhet vazhdimisht spray lotësielës në drejtim të protestuesve. Po shpërndahen protestuesit përmes ujit e përmes sprayt lotësielës, sikundër e keni ndjekur gjatë gjithë këtyre momenteve. Protestuesit fakt ishin ulur këmbkryq në hyrje të parlamentit duke krijuar kështu një blokadë për të mos lejuar daljen e askujt prej andej. Ndonse sikundër e dëgjuat kolegun Gjença është përdorur një tjetër dalje alternative, ajo pranë Kalasë të Tiranës, dhe një pjesë e mirë, shumica le të themi e deputetëve apo ministrave tashmë e kanë lënë ambientin e Kuvendit të Shqipërisë dhe kanë dalë prej tij. Po ndërkohë, pa pritur, ndërhyn në këtë mënyrë policia. Atëherë është hedhur dhe gaz lotësielës. Është hedhur dhe gaz lotësielës. Është një situatë e cila tashmë ka percepituar, ka përplasje, policia po tërhiqet nga sendet e shumta që po hedhin protestuesit në drejtim të policisë dhe pas sprajtit lotësielës dhe ujit që ata kanë hedhur në drejtim të protestuesve. Pra është një situatë e cila ka përshkallëzuar tashmë përpara kuvendit pas ndërhyrjes së policisë së shtetit